Kjo është gjendja e rrugëve në fshatin Moraf të Beratit, ku pellgjet me ujë, balta dhe kanalet e hapura e përshkojnë ato tej për tej. I gjendur vetëm 9 kilometër larg qytetit të Beratit, gjendja e rrugëve në fshatin Morav është e degraduar. Banorët thonë se prej 3 dekadash në fshatin e tyre nuk është bërë asnjë investim nga pushteti lokal, ndërsa gjendja e rrugës përkeqësohet sidomos në ditët me shi. Kur bie shi, këtu s'kalon dot. Tërkohën kështu, vinë ata e grisi qik me skrep ata, hajde. Bjen e rrugë qakull, gjoja. Fëmijë shkollë ikin në përshirë, në përbaltë, në përvusë, që është rruga. Shi, vetë këneta kur e vjen, vjen era karm, se s'ka analizime asë një përgje. Si mos më keqë, rashi u pardi e tërë ujtë më myrë brenda në shtëpi. Me kanalizime, me fekale, me çajishim, me çasishim, të tërë u përmbledhur aty. Përpos rrugëve, banorët ngrenë edhe shqetësimin se kanalet e ujrave të zeza janë tërësisht të hapura dhe kundërmojnë erë të rëndë në zonë. Të shqetësuar, ata thonë se këto kanale po shndërrohen në burime infeksionesh për ta. Që ku është prisur sistemi, e deri më sot na kanë gënjur, do të bëjmë kanalizim të ujrat të zeza, të ujrat i kemi brenda me atë jepim. Janë çart tubacionet, kanalizimet tani ma tan të shikosh, më fal derën tërbekalet. Le merin marrin këtej njerëzit. Tërbari mizat vinë nga kanali aty që kanë derë ujrat të zeza, që kanë nxjerr banjot jashtë motor, se është turp të thuash, turp, se s'ka ku dojme. Jemi tamam si ata sklivrit që jetojnë në varfëri. Pavarësisht shqetësimit të ngritur ndër vite prej tyre, banorët thonë se nuk është marrë asnjë mas nga Bashkia e Beratit për rikonstruksionin e rrugës dhe për rehabilitimin e rrjetit të kanalizimeve.